Jemi në ndeshjen Bardhazi, ka filluar ndeshja e Bardhazi, skuadrat janë në fush. Po cilët janë lojtarët? Cilët janë lojtarët? Armir Shkurti është me ne, faleminderit Armir. Mirë se erdhe mi në studio. Si të duket Faqoren e ke sjell? Faqoren? Kush faqorja? Se mos na zihesh me këta këtu, se i kemi miq të gjithë. Kam me shërti. Njëna juristët e mi të parapëlqyer Ervisi është i mrekullueshëm, falni ju të tjerët, ju vlerësoj, ju çmoj, po te duam pak më shumë. Faleminderit. Mirë se erdhe mi. Mirë se gjeta. Migeni Qëndresës është një nga djemt më aktiv të shoqërisë, unë e du fort, sepse Çara i prandaj. ja kemi lënë stafetën atij tani, bën ai protesta dhe në emrin ton, kështu që faleminderit që Jemi një lojtar, një ekip këtu. e di Qëndresa, një lojtar një ekip. Dhe Endri Tafani mrekullueshëm, mik i dashur i studios Bardhazi, ai lë punët e tij që janë me shumë përfitim për atë, vetëm për të ardhur në emisionin Bardhazi, kështu që ne e çmojmë dhe falenderojmë dhe jemi mirënjohës. Po çfarë do diskutojmë? Ua, është bërë politika humor fare, ma. është bërë kështu, zgërdhirje fare, nuk e di fare. Pse më çka ka ndodhur? Po nuk e di tani, mos bëj sikur se ditit. Me ke fjalën për këto jo partiakët, jo politikët, këto çpikjet. Po, çpikjet e Këto do diskutojmë sot me një super panel që e prezantova një herë dhe s'ka nevojë ta prezantoj për herë të dytë. Tani është gjë e re apo e vjetër kjo? Pyet Armirin, ai është i vjetër. Armiri është që në shekullin Xiz. I zgjedhur kështu tavolinë. Vjeçarin e kaluar, jo? Po, që na mi vjeçari Pra, kaluar. ne e dim që do fitojmë, por kandido edhe ti të kemi edhe ty në listë, ë? Gjë e re apo e Jo vjetër? për ty, po jo. Aha, okej. Ti. Ti e ke bërë politikën hasha. Ne ti, mo Po, që ti. unë hasha, po në habuk me të. Unë e kam kthyer në humor, ose më sakt e kam qëmtuar si humor. Tani ti je i pavarur njerë, ma thuaj, po jo. Kam emision për çdo tonë me litar. Po, je i pavarur. Pavarur. Jo, po i pavarur dhe i pavarur, do me thënë që mund të varesh pak më vonë ti. Do me më fut me nej... Jo, se kisha, jo. Nuk e kisha, se është bërë çështje madhe kjo i varur, i pavarur. Unë jam i pa... Varur. Strof varur, militar, po gati. Po, gati është litari për ty. Tani, e rea e pjesa vjetër. e politikës. Po. Leoni ta lexoj në mënyrë teknike, pra si inteligjencë artificiale. Po. Opozita ka nxjerr komedianin më të mirë në treg për kandidat. Pra, ka arritur humori deri këtë pikë. Portokalli do bëjmë ne aty? Nuk e di se çfarë do bëj. Teknikisht Do bëjmë ka zgjedhje, dalë portokalli, ç'po bëjmë? aktori më i mirë, më i vlerësuar i kohës, komedian, Po? për të përfaqësuar Po mirë një atëre, po shfaqje. votojmë ne, po dalim po duar trokasin. Klikoni, Edhe mos ja u votoni, bën. klikoni. Shiko se në politik nuk ka një profesion caktuar, Si? që do të thotë mund të jesh edhe komedian, po mund të jesh një politikan. Patjetër, nuk i heqim vlerat. Problemi është tani që... Dhe nëse do kishte një profesion për politikën, pastaj kush do ishte ajo? Kjo është pyetje. Në Shqipëri nuk ka, po në botë zakonisht ka profesion. Politika është pavarësisht se nga hyn. Mund të hysh nga, siç ka hyrë piktor Edi Rama, por ama nuk u bë kryeminist që në fillim. Siç ka hyrë doktor Sali Berisha, nuk ka hyrë Ilir Meta, nuk e di sa kishte profesion, po nuk do të thotë që ti... Ilir Meta ka qenë për shkenca politike, tamam, për shkenca ekonomike, Por në politike. rastin, nëse doni ta shtjellojmë këtë pjesën e komedianit, unë them që u bë komedi, për një arsye shumë thjeshtë. Nëse kërkojmë një kandidat pavarur, dhe e kërkon politika, nuk është i pavarur se po e nxjerr politika. Nëse do doni një kandidat pavarur, do të kërkoni një program të pavarur. Pra ti do marrësh një program që përfaqëson kushdo që tjetë, që mund mos jetë as politikan, këtu jam dakord absolut, nuk ka rëndësi ti jesh politikan nëse ke një aktivizëm ose një sipërmarrje. Dakord. Por mirë, pse themin e kërkoj politika? E kështu ndodh. Ne këto janë zgjedhje politike apo janë zgjedhje për... Jo, nuk janë zgjedhje politike. Teorikisht jo. Nuk janë zgjedhje politike këto tani. Sepse zgjedhje politike janë kandidojnë partit dhe në bazë të përqindjes së votave që ato marrin këshilltar bashkiak. Aty e matë forcën partia, ndërsa ai që zgjidhet kryetar bashkie jemi magjoritar, ne zgjidhim personin këtu, zgjidhim administratorin që s'ka lidhje partia. Asnjë parti s'ka guximin me dal. Jo, s'ka lidhje. Dhe për këtë arsye i kërkon ndihmë. Jo, nuk i kërkoj ndihmë. Një sektori që nuk është i veti, që është shoqëria civile. Nuk ka lidhje me atë. Ne po themi tani këto zgjedhje janë zgjedhje politike apo janë zgjedhje apolitike? Jo, nuk janë politike kur kemi magjoritar, kryetari i bashkisë është magjoritar. Dhe zgjedhim individin. Tani Aristoteli thonë çdo individ është qenie politike dhe ti më thua që zgjedhjet nuk janë politike. Por politika në vetvete ka të bëjë me proporcionalin, që do të thotë hyn në garë partitë politike, marrin votat përkatëse, marrin këshilltarë bashkiak. Sa serioze është kjo fushata? Endri po qesh ka filluar të qeshi që tani. Një sekond, Endri ka filluar të qeshi që tani, mendo më vrapa.
Se po qesh. Nuk e kuptoj këtë punën e të pavarur, domethënë, e para njëri është jo partijak, jo i pavarur. Se nuk besoj që në këtë botë ka njerëz pavarur. Unë jam i pavarur për shembull. Ose siç e Unë jam i varur nga Ornela ndoshta. Për emisionin. Ose mund të jesh varur edhe në gjëra të tjera. Jo asnjë gjë, domethënë, ndoshta më var gruaja në ndonjë moment, po jo, më shumë se kaq jo. Të te po flasin politikisht. Çuna doni në një kafe me që jemi kështu. Jo, unë jam i varur në kafe, nëse keni kafe. Po, kemi kafe nam. Kafe nam të mrekullueshme. Dhe e kam fjalën këtu që I ke dyshime për pavarësi. Jo, më jo, shikoj, se themi i pavarur. Po çfarë do të thonë i pavarur? Po, jo dua ta dija për zotin. Sepse nëse ti konkuron me një program, programi jot është politik. Për ndryshe nuk ka kuptim. Si mund të jetë një program jo politik për shembull? Nuk ka pavarur fare edhe nga politika, domethënë. Si mund të ketë zgjedhje të pavarura, jo politike. Është nuk bën sens. Këto janë partitë politike. Kur bëhet fjalë që është i pavarur, do të thotë që asnjë nga partitë politike që janë aktorët sot kryesor, fjala vjen për të opozitës, nuk ka nxjerrë një kandidat, që do të thotë kandidati që është mbështetur nga partitë politike të opozitës, nuk ka një parti të tij nëm nga ku varet kandidimi i tij, nga ku varet përgjegjësia. Dakor, po programi i tij takon, siç ka thënë, Bina i takon qytetarëve. Dhe do të thonë u takon qytetarëve, se tani çdo njeri thotë unë për qytetarët punoj. Por programi në vetvete ka diçka politike. O je i majt, o je i djathtë, o je i qendrës. Na do që të shkosh, jetojmë në koha politika lokale, po patjetër. Ta mbarojmë çik. Tani kjo i takon analizës, pasi të shikojmë programin, qytetarët nuk meritojnë një asmish as peshk. Po kush është? Duhet të ndash mendjen, po asmish as peshk. Po kur je i pavarur, kur je i pavarur je dhe mish dhe peshk. Sepse për ndryshe, do kesh. Si ishte kjo? Kur je i pavarur je dhe mish dhe peshk. E ke dhe mishin dhe peshk. Jo, po edhe vezë. Kur je i varur, do detyrohesh ta shoh mishin. Unë gjatë gjithë jetës jam ndier as mish as peshk. Jo edhe mish edhe peshk. Një person që shkon konkuron për diçka, mund të konkurojë me një program i cili normalisht do ketë një pasqyrim politik në vetvete, ose një thelb politik në vetvete. O do jeti majt, o do jeti djathtë, o do jeti qendrës. Këto janë ato. Dhe tani, tani po të bëj pyetje që të kthehemi, jo, ndahet politika e qytetit, e majtë, djathtë dhe qendrës. Dhe tani po të bëj një pyetje. Nuk e kemi parë që ka një program. Dua të të arrij në një pikë. Po pse s'ka program? Po pse s'ka program? S'ka dalë programi, mos thoni s'ka program. Por po të dali që ta votosh. Kush të dali para se të dali data e zgjedhjeve? Do të dali programi që themi do të zgjedhim këtë. Ne jemi në emergjencë. Atëherë. Po them diçka pse është normale të kishim ka një program në xhep të brendshëm, është djalë i mirë dhe themi këtë. Do dali programi, parti do thonë po se mund të ketë program radikal të majt, do ta Po mund ta ketë, pikërisht po. Ose i program radikal të djathtë nazist. Çka ka radikal të majt politikat e administrimit të qytetit? Ai është administratori i qytetit, nuk do bëj politika të globalist, nuk do rregulloj as taksat, as pensionet. Nuk e rregullon administratori i qytetit. Dëmtimin e biznesit, të lutem. Ke mirësi të dëgjosh 2 sekonda? Po të dëgjoj. Po ti po flet vëlla, nuk diskuton. Po nuk diskutohet njëkohësisht, më prit. Diskutimi po pritom, po nuk bëhet diskutimi njëkohësisht, s'dëgjohet asnjëherë as tjetri. Dakor. Ashtu. Po dëgjoj. Ka një Flor Bina e ka thënë jam kundër kësaj politike. Ky është programi që unë vlerësoj, këtu jam dhe unë. Qyteti ka disa pyetje. Ka çfarë qëndrimi do të ketë, cili është problemi që identifikon ai tek qyteti? 1. Trafiku. Bukur. Për trafikun kam këtë. Ndërtimi, ujë, fëmijët, transporti urban, për gjitha këto ka i program. Makar me një temë. Makar si Dori Velia në 2015 tha do ndaloj betonin. Ky nuk ka program në diskutim, ka program me këta kandidatët e tjerë dhe ky s'ka. Ore sikur s'ka, nuk duhet të tjerë, nuk ka. Si s'na duhen të tjerë. Po Gerta ka program se ka program në Velia. Ku është program? Atë program që ka paraqitur Velia, atë program do vazhdoj. Atë program. Atë ka marrë. Pjesa shprehur ajo që. Dhe ajo që është pyetja që të rikthehemi. Ishte kësaj studio, a ka humor më të madh se kushtetuesja dje nuk e lejon dhe kryeministri thotë që do vazhdoj gara? Ka humor më të madh se ky? Pase kryeministri e ka pasur për se ka margën atje që po pret për akuzën e saj dhe thotë. Bravo, pra se ku i thon Bardhazi. Shiko, mund të jetë garmisore. Kur gjykata jep drejt. Po çfarë humori është ky tani? Po ky s'është humor. Humori zi? Ervini, më thon erxon kushtetuesja dhe thot kryeministri do vazhdosh garën. Po sepse ka gare edhe në 5 bashki të tjera, që do të thotë kryeministri. Po Tirana nuk duhet hynte më shok. Kryeministri porosit të vetët që kush janë të vetët?
Po partia e ti Të gjithë. Po pra. Partia e ti patronazhiste tani. Po. Kujtja ka çu mesazh. Kujdes me patronazhiste. Dhe i ka thënë, Pre që edhe emrin tim të lista dhe të vide muase. ka një dekret që është pezulluar pjesërisht, ku autorizon KQZ-n të bëjë zgjedhje në 6 bashki, mirë po në njërën, gjykata kushtetuese e ka pezulluar, që do të thotë në 5 të tjera të vazhdon. Pra fushata vazhdon dhe Tirana. Tafani. është futur Endri me njërë pasaj. Si mos doj kryeministri, kjo është historie. Datë në nuk ka zgjedhje. Tirana. Këtë e qartësoj sot edhe Kandidati po vazhdon fushatën. KQZ. Po fushatën çdo parti mund të takojë. Jo, është kele ligji, po. Çfarë po thua? Është kele ligji ku bën fushat jashtë. Po nuk është fushat, ai e cover në një takim elektoral në zonën e tij. Kush do mund ta bëjnë? Si do t'i dalësh? Okej, s'ka problem, shkeli ligjit tu, po. Po, s'ka problem se shkeli ligjit. Endri qa po thosh, Nuk ka fare problem. Dua ta dëgjoj. Më pëlqen buzëqeshja jote e frikshme. Nuk e di se çka ke sot. Edhe Armiri nuk buzëqesh aq bukur sa ty. Po jam duke menduar për çalash në shtëpi, domethënë, kështu që Aman se na futet kuriozitetin. Po pra. E kam fjalën këtu që në këtë rast shakaja më e bukur është pikërisht kjo pjesa e nuk është aktori i madh i humorit, po themi Floriani, po është aktori i madh i humorit ai që është rreshteri i bulevardit, domethënë. Sepse ajo është shakaja më e madhe. Po bravo i Tallja me kushtetutën është shakaja më e madhe, domethënë. Dhe tani, po të rikthehemi te tallja kushtetuese, tallja me kushtetutën, dy aktorët e tjerë të mëdhenj të humorit është Rama dhe Berisha. Në 2008, mënyra se si zgjidhet presidenti, u ndryshua në 2008. Dhe sot në dalin ata që nuk e meritojnë më këtë emër. Dhe shi qa situatë jemi në një situatë qesharake. Ky shtet nuk është serios, ky është pa aq serios sa pantallonat e Ramës, domethënë. Se tani ka më shumë të mira tani Rama. Sepse ti të futesh në një situatë të tillë ku del një dekret, pastaj pezullohet, gjysma bëhet, gjysma s'bëhet, flasin për Tiranën e cila është po themi ajo që është gjysmë e Shqipërisë. Po çfarë presim në gjë të rene për Tiranën për shkak? Thua dot kush është e reja që presin për Tiranën e nuk do të na habisin. Për Tiranën unë nuk pres. I ka 10 drejtor në burg, ka kryetarin e bashkisë në burg, në çfarë pris? Për Tiranën unë nuk pres në gjë të madhe, sepse ky një vit është në 2027 janë tjera. Ajo që unë pres është që minimumi ajo kontrata që kemi bërë me shtetin, ajo kontrata që kemi është kontrata e kushtetutës. Do të thënë, unë, veten time, po t'isha në një hapësirë boshe, unë kisha lirin të bëja çfarë të doja. Kam hequr dorën në ato liri, kam nënshkruar ato kushtetut dhe lejoj policin të më arrestoj, dhe lejoj gjykatësin që të më dënoj. Kjo është kontrata sociale. Tani, kur shteti më shkel këtë, unë minimumi pres këtë, minimumi. Dhe kur më shkelit kjo, qa kuptimi ka pastaj, dhe kjo pastaj, çfarë kuptimi ka zgjedhjet në Tiranë? Është fakt. Kur shkelit kushtetutas, qa mendoni për lejet e ndërtimin në Tiranë? Si do jetë Tiranë? Qa flasin fjalë të bukura ne, kur këtu është shkelur ajo sipër? Qa do presësh në Tiranë? Do presësh që të ketë një plan urbanistik, që s'ka? Do kesh gjëra më të mira për ty? Jo, ai ka shkelur themelorën. Qa prisi për Tiranën? Dhe nuk është tema dhe aq te Floriani, për mendimin tim, më tepër është shakaja me kushtetutën, që nënkupton, ne kemi shkelur ato kontratë shoqërore me qytetarët. Dhe për këtë arsye duhet një kontratë e re shoqërore dhe Republike e re. Nuk duhet më një fjali si zgjidhet kjo pjesa e kushtetutës, një fjali kam unë. Edhe ngërçi Tiranës. Zoti Rama të ndryshoi kushtetutën, atë ndenin ta heqi, edhe vazhdojnë zgjedhjen në Tiranë. Ta heqi brenda ditës. Po brenda ditës ka mundsinë. Po pse mos ta respektoj këtë që është kushtetutë? Po s'po e respekton. Zgjidhje me kollajt, sa ta ndryshosh, respektoje. Po të hanë më po, se vetë kemi miratuar, pse duhet ta ndryshosh? Rregullat statutore të partive janë respektuar. Pse ta lër pares gjithë jetën është kjo kushtetuta pse e reparësh që thotë që është shkelur kushtetuta. Po çfarë pastaj? Kushtetuta është bërë rrogoz komplet, ç'a? Po atëre ç'a presim ne? Si do ta shkëpusim këtë? Po që presim që ndonjëherë të respektojë. Atëre si ta bëjmë? Jo, një sekond, fakti që kushtetusja e ka dhënë pikën në vend, është pozitiv. Më besoni që jemi më mirë tani të paktën që kemi gjykatë kushtetuese, se nëse mbani mend qeverisja Rama ka bërë një xhiro shumë të mirë qeverisës e pa gjykatë kushtetuese, ku një seri të vendimarrjeve ti nuk kishe asku janë kimoja dhe kanë kaluar pa i shqyrtuar gjykata kushtetuese. Flasim pak për rregullat statutore të partive. Janë shkelur ato? Sepse
pikërisht ne jemi në këtë ditë sot për të diskutuar për një të pavarur, për shkak se partit politike janë jo demokratike. Dhe për shkak se partit politike janë jo demokratike, tani kryesisht opozitarët nuk kanë marrë rezultate zgjedhore, pra nuk e kanë motivuar qytetarin që ta lëmë shpytja shumë konkrete, Orneles. Vajti njëna koleget e Partisë Demokratike ka bërë ankimim brenda statutit. E ka thënë, ky emër ka dal afrofe, është kelur statutin në 20-30 pika ku diun sa ishte shkel. Po statuti për shembull PD-ja ka nenin. Po një sekondë se ai e quajti këtë, e quajti shkelje kushtetuese. Po shkelje kushtetuese së partisë. Nuk është shkelje kushtetuese së partisë, Erion, sepse e fashë në fillim të herës. Nuk është garë partijake kjo. Nuk është garë partijake. Si më po pse nuk funksionon statuti partisë për pushtetin vendor? Funksionon absolutisht, por jo tek individi, partia, forcën e matë tek këshilltarët, tek votat që merr. Jo, partia ta thotë se si zgjidhet një person. Po, edhe personi që do kandidoj. Konsultohet me të gjitha strukturat e partisë. Do me thënë, këtu kemi strukturat e partisë. Ne po diskutojmë a është humorist as është humorist. Humorist është shkelja e statutit, a ishë humor. Falë, 2 sekonda. Mendoj unë tani, ose a fuskor. Se po flitet shumë për këtë statutin e partive. Pse duhet respektuar statuti i partive? Ja, pse duhet respektuar kushtetuta? Po, s'ka lidhje, kushtetuta është një kontratë sociale që kemi në gjithë qytetarët në një tjetër. Partia ka një të vetëm, po dua shrinë atë parti, po shkel statuti ikun. Po una Shqipëria nuk e ishtë do të dorë në shtetësia shqiptare. Qa kuptoni për partit? Po për partit jenë diktatura, më dëzu të ja për 2 sekonda. Të ta shpjegoj si koncept. Ta shpjegoj se nuk do e kuptosh në fund. Nuk mund të temi që partit politike partit politike s'kanë instrumenti për të ekzekutuar demokracinë është partisë. Kur ta mbaroj arsyetimi. Arsyetimi është, një parti mund të jetë diktatoriale. Me kryetar të përjetshëm. Ç'na hyn në punë ne. Ajo që më hyn mua në punë është të kemi një kushtetut dhe një kod zgjedhor, po thëmë, për shembull, po të ishte kodi zgjedhor majoritar, kryetarët e partive nuk do ishin që do i vendosin anonim ata që ishin kandidat, po do detyroheshin të zgjidhin njerëz të hajrit për të konkuruar. Prit, ta mbaroj. Po prit pa ta mbaroj. Ne kemi pasur dhe ishin të detyruar dhe u korektua sepse kryetarët ishin detyruar. Prit ta mbaroj. E njëjta gjë. Gjënçik, 2 sekonda. 2 sekonda. Mësuesi në magjoritar. Edhe tani. Po ku fitoni më Gjënçik, 2 sekonda ta mbaroj. Edhe në momentin, po le të dalit më dhe i forti. Kush jeni ju që e pengonit fortin që dalim? Si kush jeni? E pengon gjykata tjetrin të dali. Në qoftë se ka bërë vepra penale, të futet në burg. Qoftë se s'ka bërë, kush je ti që vendos do dali fort? Po le të jetë i forti që vendos. Kush je ti që vendos për fatin e një personi, do angazhohet politika apo jo? Po kush je ti që i thua ti i fort dil për jashtë? Jo, po atëherë qytetar votën ke ndorti. Votojë po deshe, po deshe. Por sistemi majoritar i jep mundësi çdo individit bëhet më i fortë se kryetari i partisë. Dhe kur bëhet individi më i fortë se kryetari i partisë, kryetari i partisë po dojë të mbajë statutin me kryetar të përjetshëm, pa të përjetshëm. Është kjo strukturë sipër që i jep formë partive politike. Dhe kjo strukturë që i jep formë partive politike është kushtetuta, kodi zgjedhor dhe mënyra se është ndërtuar shteti. Mos këmbgulim me fantazira idiote që kryetari duhet zbatoj statutin e partisë. Nuk të pëlqeu, dil për jashtë nga partia. Ore kjo është të presësh demokracinë të ta zbatoj zoti nga lart. Jo, më dil nga partia. Ja ta them unë. Po largohu më bëj parti tjetër. Po shiko, angazhimi i qytetarëve në shoqëri sjell demokraci. Po çfarë shoqëri? Nga partia është bashkim vullnetar. Nuk të pëlqeu, të shkeli, ik në partia. Nuk është thjesht nuk të pëlqeu. Po pse duhet? Rënd dakord ti për ato rregullat përbashkët. Unë s'kam rënd dakord për rregullat e PD-s, unë nuk jam antar i PD-s. Jo ti, ata që janë. Po ata që janë, në qoftë se për antarësinë e cila ka ngritur pretendime mbi zbatimin e statutit. Po ç'na duhet ne për ata? Unë s'jam antar i PD-s. Bëjnë ç'a duan. Po mi pa si demokratizohet një shoqëri. Po ç'e dua unë, demokratizimi i shoqërisë nuk vjen nga demokratizimi i partisë. E ka tentuar Gorbaçovi me Ramiz Alin, nuk është. To janë muhabete. Po tani shiko. Si ta kuptojmë? Nëse nuk i ushtrojnë qytetarët, antarët e partisë, partive, presion, nuk demokratizohen, nuk vjen me frym nga lart. Vjen nga poshtë.
Ne kemi pasur sistemin majoritar, nuk na ka prodhuar mrekulli. Për ishtë së vërtetës në 30 vite, vendi jonë i ka provuar të gjitha sistemet zgjedhore. Dhe ka prodhuar të njëjtin efekt, sepse njerëzit në këtë vend nuk janë të fortë për t'i ushtruar presion. Qytetarit probleme formulave, se janë provuar gjitha formulat. Problemi është pjesa e zbatimit dhe si ka shkuar pas sistemi majoritar prodhon individ fort, kjo është aq. Për foljen e kandidatëve, kur ata që janë në krye përfliten nga 1 milion herë. Do më thënë, ja gjetën edhe Florit, për shembull, ke dalë në foto, thot, me Erion Velin. Kjo është. Po edhe Berisha ka bashkëpunuar me Erion Velin për të rëzuar Fatostanon. Është a kështu apo jo, Armir, se ti e i vjetër. A kam bashkëpunuar të... Sa arsye nuk mbaj mend. Aq i vjetër se s'mbaj mend. Nuk mbaj mend, po. Mbaj mend që Lul Basha zgjedhë me votat e Partisë Komuniste kryetar bashkia. Po, e haruan këtë këta. Jo, unë them që kjo përfolja që i bëhet Florit, për këtë jo ke dal këtu, jo ke dal atje, kjo është avantazhi ti më i madh. Se nuk gjejnë dot një gjë substanciale që pse nuk duhet jetë ai dhe pse nuk e bën dot këtë punë, por ke dalë në foto me ata, ke dalë në foto me këtë. Një pjesë e mirë e strukturave të PD-s nuk e duan. Po pse nuk e duan? Po nuk e duan se nuk kanë pasur asnjë zë për të thënë që duam këtë. E kanë vutur afrofe. Po tani ne si le ti kena partia? Po pra, po ne tani ideja është të marri më shumë vota, jo më pak. Po ideja është ne ata litikin e partia më vjet. Kryetarin e Partisë Demokratike apo të një parti tjetër. Ne këtu po zgjidhim administratorin e qytetit tonë. Kush na përfaqëson të tjerëve? S'është puna tani. A ka më të mirë? Politika duhet të bënte pyetjet vetë. A ka më të mirë se Flori? Po ka. Për së vërtetës. Brenda reshtave opozitare, ata nuk gjet, po ka më po nuk e merrte njëri përsipër. Jo, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë që nuk e merrte njëri përsipër? Jo, ishin vetëm 2-3 veta që nuk donin ta merrin. Ka të tjerë personazhe plot. Tani ata që donin t'i bënin PR. Atëherë ti si e vlerëson këtë? Se kjo është shumë e rëndësishme. Zgjemi për një gjë tjetër se Flori është i pezulluar për moment. Nuk ka zgjedhje në Tiranë datën 9. Po zgjemi kot. Po do bëhet në datën 9, nuk në 10 orë. Pezulluar, janë zgjedhje në 9 orë. Flori, s'ka gjë. Zgjidhet Flori domethënë. Në 9. Ne po diskutojmë. Mos diskuto se nuk është bllokuar procesi. Po ne po diskutojmë. Ska zgjedhje. Po çfarë diskutojmë pra? Jo, zgjedhje ka, zgjedhje. Jo, mos ka shtyr. Janë shtyr. Po nuk kanë datë 9 po themura. Datë 9 nuk ka. Po pra. Po do ketë në një datë. Mund të ketë në 10 orë. Do ketë, mund mos ketë, sepse ka një precedent. Kur iku ajo kryetare e bashkisë për një lapsus në Durrës, ajo që tha shqyr që ishin 52 vdekur, që tha nuasi, tha kjo shqyr, ndojti kryetare e bashkisë e emëruar, pra kryetare e Komitetit Ekzekutiv. Në Shkodër, u hoq kryetare e bashkisë, u anulluan votimet dhe ndojti Voltana që pa asnjë vot. Pra mundet në Tiranë, mos kesh fare votime, dhe vite gjysëm, kryetare e bashkisë jetë emëruar. Skenari hapur ai. Kështu që ti nuk e di do ketë, domethënë datë 9 s'ka. Zgjidhemi për gjë tjetër. Flori është djali mrekullueshëm. Partitë janë kështu. Zgjidhemi për gjë tjetër që po diskutojmë thjesht Florin si individ. Po diskutojmë modelin. Për vend një ditë që shoqëria duhet të bëhet bashkë. Të martohemi me Florin. Një njeri të ajrit atje dhe boll nga kjo politika që na ka lodhur që po themi gjithë modelet që e shkel dhe kushtetutën, e shkel dhe statutin edhe na çon një njeri atje që s'bën as si punë një herë. Nuk ka historia botërore një vend ky është një model, ky është një model që po eci, do jetë një sukses i madh për shoqërinë tonë. Jo, s'ka sukses. Që bëhen njerëzit bashkë, nuk ka modela politike qeverisje. Nuk është i korruptuar. Ti si e mendoj vetë, çfarë duhet bënte PD-ja? Çfarë duhet bënte? Mund të ma fikni pak të zotëri. Ai është figur që kemi ata, ai është fiku i sekondë, vëlla, që të flasi tjetri. Nuk ka model në botë qeverisja politike. Nuk ka model në botë deri më sot. Po ditët më thoni se të riqem unë. Jo, ka kandidat. Model qeverisja... Po pa ishtë do bëj botë. Apo nuk po... Në vëndë do bëj politika. Po nuk po bën qeverisje më buri dheut. Je administrim vendor, po nuk po zhjet politike, po zhjet ne si qytetar, po që një njeri atje që do të po të ajrit, dhe që po qënë politika, ka zhjetur politika. Më falë, tani kryetari bashkisë duhet jetë një menaxher i mirë? Absolutisht po, aq. Po ku shua Flori për menaxher tani, më falë tani, të lutem. Jo, të lutem. Shiko, asnjëri nuk është perfekt dhe nuk ka profesionin. Po të duhet i qik eksperiencë nga mbrapa tani për çfarë? O, Ornela, një super model. Po jo për të vjedhur më, po të duhet i qik eksperiencë pune tani. Ornela, sipas interesave. Është kryetari komunales. Po do menaxhosh i qindra punë, pra se është shul Tirana. Do menaxhosh të kesh vullnetin e mirë dhe të jesh i pastër se punën e bëj specialistë, nuk do e bëj kryetari. Se kush është ai kryetari bashkisë ka bërë punët vet. Pikërisht pra, po menaxherllëk. Ju jap model i shoqërisë civile. Mos kesh një menaxher. Ky menaxher i shkëlqyer quhet Donald Trump. Nuk u bë dot presidenti i Amerikës pa mbështetje politike. I paraqiti projekt partisë që ishte e tija. Erdhi nga jashtë partisë. U
pëlqyje nga partia dhe kandidoj atje. Ky është modeli. Pse u pëlqyje? Se paraqiti një projekt. Neve themi a priori të vi një djalë nga jashtë politike. Çfarë turpi ka një djalë nga brenda politike? Në më them diçka sepse kjo puna e menaxherit mirë është i teori e këtyre neoliberalizmit, postmodernizmit e gjithë tore neomarksizme të rinë, në cilën thotë nuk ka rëndësi politika, na duhen menaxher të mirë. E di çfarë bën kjo që pastaj menaxher si puna atij që s'dinte që i vidhin gjithë shok. 2 sekondë. Duke hequr ti vullnetin politik, ti zhduk qytetarin poshtë dhe drejtojnë sa teknokratë sipër që e dinë më mirë. Ata teknokratët e dinë më mirë ngrohen globale, ata e dinë më mirë çështjen e po themi kartës digjitale, mionetat. Pra, këta që janë teknokratët, rëndësi ka që të jenë menaxher të mirë këta, e kupton ti? S'ka rëndësi vullneti popullit poshtë që nuk do për shembull emigracion më, se i ka ardhur majthundës në Evropë. Nuk ka rëndësi. Këta që janë teknokratë dinë më mirë, diversiteti është fuqia jonë e këto tjerë. Kjo është një teori shumë e rrezikshme. Njeriu duhet të jetë politik, sepse në qoftë se ti heq politikën, ti vret qytetarin poshtë. Cili është modeli më i mirë që ofron kjo politika, me ata individ që ka sillur deri më sot, që ne i kemi parë, me ato shkelje që i bën kushtetutës edhe sot e kësaj dite, dhe ne duhet presim që kandidati më i mirë është ai politiku nga kjo politikë që ka çuar keq më keq në vend, dhe ne tani të anatemojmë një njerëz i cili thotë nuk jam i lidhur, po them dorë ideja që njeriu duhet të jetë s'ka rëndësi politika duhet të jetë menaxher mirë. Jo, politika është e para. Ai është Flori, politika do bëjmë. Po një sekond tani se ty kundërshtoj të dyve. Ai ka thënë këtë gjë. Të bëjmë marrëveshje fjalë. Që zgjodhi Partia Demokratike, po unë do dal me siglën e Partisë Demokratike. Tani këtu si pas Jo, nuk është. Po ç'është kjo domethënë? Do marri votën time se unë do ta votoj për shembull, po nuk do marri votën e PD-s. Duhet jemi korrekt këtu. Ai e shpalli kandidaturën dhe partitë politike u shprehen në mbështetje të kësaj kandidature. Nuk është zgjedhje. Jo, ai e shpalli kandidaturën, nuk e shpalli para se të. Ai e shpalli prapa. Jo, para. Jo, absolutisht, jo fare. Është publike. Fare, po qa publike është? E ka shpallur dhe e ka vetë shpallur vetës si kandidat të pavarur dhe pas kësaj, parti politike të ndryshme kanë shprehur mbështetjen për këtë figurë, për të përbashkuar, për të bërë një ndryshim. Si ajo figura kjo politikë që kemi parë deri më sot në kandidatët i pastër ai postiste i vidhin shokun. Kur unë shkoj dhe dua të bëhem arkitekti kam një projekt, jam arkitekti dhe shkoj të them tjetrit ta ndërtoj unë shtëpinë, unë shkoj me një projekt në dorë dhe tjetri më pranon ose s'm pranon, mund të marri këtë tjetrin. E kupton? Një njeri që thot, unë vetë kandidohem dhe të zgjidhesh për fjalën tënde, jo se ashtu ndodhi, se ishte pa projekt, pa ashtu ndodhi. Ky është abuzim tani, po kush e ka pasur ndonjëherë projektin për Tiranë? Ja, Armiri e ka, unë kam një projekt për Tiranë. E kemi projekt. Sazan Guri ka projekt. Ore demokracia është procedurë. Ka nevojë të vetë deklarohesh, ka kohë për programin, ka kohë për fushatën. Po jo, pra se unë duhet shikoj programin të si ka kohë. Po pa u shpallur zgjedhjet dhe pa u hequr ai nga detyra, si mund të bëje program ti? Ku e dieti që do kishte zgjedhje bashkë? Jo, ai do të dinte të thoshte qyteti ka nevojë për drejtim tjetër. Ti shfaq vullnetin tënd, merr për Po një sekond tani se ishte me Juve dhe iku nga Juve se ishte shumë i zën. Tani pa prit ma shuçirua nga e zëna, unë e dua Florin, po e them haptazi publikisht, e dua dhe është djalë i shkëlqyer i pastër. Problemi këtu që nuk po shikojmë a ka la robat apo jo, ne po shikojmë qa ide ka për qytet. Por sotrisht qytet me 1 milion njerëz. E kupton, nuk është gallat këtu. Me 2 milion hallë. Me 2 milion hallë. Atere, ju e dini kaq mirë, ma thoni diferencën. Më 2 sekonda, ma thoni diferencën në vizion midis Florit, Hasimes, kush ishte tjetër? Haçkas dhe ajo goca tjetër që ishte. Mi thua një çik, çfarë diferencash kishin këta në vizionin për Tiranën që vizioni atij tjetrit ishte më i miri? Ai përbashkoi. Qa përbashkoj tani? O më thuj diferencat, se ky ishte më i miri. Po ta them tani. Politika, përbashkoj faktorin opozitar. Nëse ai është më i miri, atë do të tregoj qytetarët e Tiranës nëse do të jo më i miri se japin vota. Po pse nuk mbështet? Po pse më ai që fitoi radhën e kaluar ishte më i miri? Jo, atë e kishim atë politikun e famshëm. Po pra se po ngilën peng të këtyre politikës, ata do na nuk ishte dorë na ky koncepti i dhan votat. Dha votat në Tiranë, nuk jepen votat në Tiranë, merren. Edhe Hitlerit i dhan vota, ma.
Po, i dhanë. Po mi si t'ja bëjmë e marim ata të politikës edhe mos marim Në qovë se ne këtu të katërt, ti do bëje shpinë në anet 4, asë njështë do ishme projekt, që do bëje ti? Do preferoje njërin, po prit më të mbaroj. Po njërin që do të japi para se ta porosisë është. Dhe. Më falë, ka në i arkitekt që ta je projektin për para se ta porosisësh? Po pa tjetër. Po dalë o prit. Pa tjetër. Po dalë o tani sepse a i thot, unë jam interesuar për një shtëpi. A i aty, 2 sekonda se nuk e kupton. Në demokraci njërë në 4 vjetë ka zgjedhje. 2 sekonda se nuk e kupton. Njërë në 4 vjetë ka një muaj për të palosur fushatën dhe vizionin. Po qa ke fushatën dhe vizionin, mose nuk është puna ke muaj. Ideja është pse u përzjodh pikërisht ky, por nuk ka asë një vizion. As ky dhe as ata personët aty, nuk thanë dhe kush e përzjodh dhe si u përzjodh dhe tjera. Tani, të shkosh s'kan vizion? A i bëre pyetje. Po s'ke dëgjuar vizionin? A i bëre pyetjet. Po vizionin e dëgjoni fushatin. O, zotri, a i thotun... Po pikrish po se ke dëgjuar, se se ke dëgjuar nuk e di. Po kur të ta dëgjosh, do ta dëgjosh. Po se të dëgjoj, kur të dëgjoj. Ka një fushatit ta dëgjosh vizionin ti, do shikosh edhe programin, edhe do vendosësh pastaj të japësh votin. Jo, duhet bërë përpara se kandidat. Por çfarë flisni burr? Po i ka thënë kandidat pastaj do ta dëgjoj? Po kur bëhet fushata para apo pasi ti shumë para po kandidat. Para bëhet sot, nëse politik, para se bravo. Para se ta dish Armir do ty, në Tiranë do të jap tasë ujin e pirë. Para se ta dish taksat. Para se ta dish që ti je kandidat. Jo kur unë, jo më jo të dash palos. Programin. E pastaj do shkoj dhe partive, edhe shoqërisë civile do i them, më kandidoj, po prit më Armir, prit. Kur ishte sekond. Pritor ta mbaroj, po pritor burr. Pritor të mbaroj njëri fjalin, a kene çik kultur bisede më pas, si flitin tavolik, kështu flisti. Po, kështu flisti. Lëmër tjetër të mbaroj argumentin. Po të lëmë. Po s'po më lë pra, se unë flasim. Po të pyes. Unë do të flasë sa themu, pastaj pyet ti. Në rregull? Atëherë, në gjithë botën e qytetëruar dhe të pa qytetëruar, deli person, dhe në Shqipëri kemi precedentin, ne doli në 90-ën, Sali Berisha do rrëzojmë komunizmin. Doli e tjetër do heqim trashëgiminë e Berishës, doli ky tjetër do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Doli Edi Rama fushat në 2025 dhe tha, do t'ju jap pasaportën europiane, një gjë. Tashi, unë dua që ai që do kandidoj për Tiranën do thoj, se unë Tiranën kështu e kam. Dhe këtë Tiranë e ka Edi Rama, nuk ka nevojë të shpalosi program, e ka bërë Edi Rama që në 2020 këtë Tiranë. Unë dua një alternativë. Dhe kjo alternativë është çdo person që do të bëjë një sipërmarrje për qytetin e vet. Nuk ka nevojë kur shpallen votimet. E di 10 vjet, 12 vjet parë, e di unë se ç'duam për Tiranën. Unë. Kjo është në rast normal. Të i demokracia normale. Prit, lere rasti normal. Unë e di se qa kam. Dhe mua, po të mbysur në kam shpalos, televizor, në publik ku dushti. Flori në publik ka qenë kritik. Por nuk ka qenë konstruktiv. Pra nuk ka thënë, ndërsa unë mendoj këtë. Nuk mendoj këtë. Ne themi, e vëm, pastaj do e shpalosi. Jo, duhet ishte shpalosur, pastaj ta vëm. Në kushtet që është sot, po themi, politika e ka përdorur. E ka përdorur, Flori. Pra, politik blogerash. E ka përdorur, nuk ka rëndësi. Ai është çuni mirë, ai është aktor i shkëlqyer, ai sot është i përdorur nga politika dhe nuk ka program. Kaq. Shiko, vetëm të shtoj një gjë. Jam dakord që është përdorur. Partitë politike janë në krizë, opozitarët janë në krizë. Nuk nxirrin dot një kandidat që përbashkonte. Dhe kjo është kriza dhe ky është bojkotimi i partive politike të këtyre zgjedhjeve. Që do të thotë në kushte sui generis, partitë politike, po kriza është pra tani, më kupton? Krizë apo pasar? Jo, është falimentimi i partive politike. Partitë politike hynë në zgjedhje 6 muaj përpara dhe nuk arritën të nxorrin 200.000 votuesit, ish votuesit e tyre para një palëzgjedhje. Është falimentimi i opozitës, jo i opozitës, ë? Vetëm sa ta, jo partitë politike të opozitës, duhet të thënë. Vetëm ta përfundoj. Dështuan të nxjerrin një kandidat secili të tyre, më të mirin e tyre. Nuk e bën dot, sepse vjen nga një zgjedhje të dështuara. Në këtë kuptim, ata kanë hapur një derë që nuk e kanë pas hapur më përpara, do vend tek shoqëria civile. Dhe gjetën një djalë, tani këto janë zgjedhje të pjesshme, janë të shpejta, nuk mundet të gjesh një individ që e ka programin qeverisës, do duhet të ishte kështu në një vend normal. Nuk e kemi, por absolutisht unë mendoj që figura e tij ka të gjithë potencialin që në kohën e mbetur ta shpalos vizionin e tij për qytetin. Dakor, po them po shpërtorohet, po nuk po. Luajtjen e fundit besoj e ke penallti dhe gol. Themi në ndeshje. Kjo është tallje dhe me shoqërinë civile. Tirana dihet që do futesh në zgjedhje që na shkurti këtij viti. Po. Dhe që ta lesh deri në moment fundit,
pas zgjedhur, Po s'duan ta heqin në burr, pa le ça thon. Dhe jo vetëm Tirana, po dhe ato. Duan të mbajnë këtë që është aty burr. Elena Mat. Përveç Vlorës, po të donin kështu që kjo është një tallje, thuash tani në moment të fundit na gjeti të papërgatitur, është një tallje e madhe nga opozita, sepse kishte kohë që na shkurti deri në tetor për të gjetur një kandidaturë. Nuk e bëri moment fundit dhe është tallje. Do e hapi portën tani, zgjedhjet e tjera do e mbylli portën. Është tallje, mos flisin kot. Penalti, gol, çfarë do e bësh? Them, kemi mundësinë, vërtet të gjitha to që ndrojnë, opozita ka problemet e veta, nuk mund të them as krizë dhe as pazar. Por është një model ndryshe, ku të gjithë tani të lodhur nga kjo dhe të vërtetuar se si kjo politik në e ka si këta kandidatët dhe dim se qa çavure ka bërë me Bashkinë e Tiranës në rastin konkret. Unë mendoj që ne të gjithë duhet të suportojmë të model të ri, ku të gjithë bëjmë bashkë për një njeri i cili nuk është i varur nga një forcë politike, por nga parimet e veta. Dhe më e rëndësishme është që të çojmë në atë vend një njeri të ndershëm, Po edhe Arlindi është i varur nga parimet e veta. është forcë politike. Jo fjali pa fund, mesazh. Mesazhi është kemi shansin të ndërtojmë një model të ri, i cili mund të jetë fillimi një ndryshimi të madh për shoqërinë tonë. Vetëm një fjali të shkurtër. Edi Rama nuk ka qenë antar i PS-s kur ka konkuruar në 2000. Okej. Mesazhi është presidenti t'i lexoj letrat për para. Andaj tashun e vjetër apo e re, pas Po, modeli vjetër presidenti bën mirë t'i lexoj një letrat që i vi nga Rama përpara se t'i firmos. Partit politike edhe pas. Partit politike duhet të demokratizohen së brendshmi që të mos ngelen shumë derexhej që s'ka një kandidat. Qytetarët me shumë mundësi kanë fituar një kandidaturë simpatike, shumë interesante, më mirë se sa alternativa e opozitës. Në këtë kuptim unë besoj që zgjedhje nuk kemi, po ne do jemi këtu t'i komentojmë nëse do kemi. Hajde. Se kishit para nesh, kishit po flisit për magjinë. Dhe do filloj një muaj në këshu ma gjepsje. Do kemi gënjeshtra, ëndra e tjera, do mbaroj kjo, do vazhdoj rituali u vodh, u bë ai hajduti mafiozi, edhe asgjë nuk ndryshon për një periudhë të gjatë kohë, dhe ky është dëshpërimi. E të mërshëm. Ka Ervisi. E tha. Pa, e the. E tha, po. Ti Armiri ke bërtit shumë Ervisit, kaq po të them. Ja, këtu të këshim vën Armirin e që kërkon faljet, pak e kërkon faljet. Një sekund, para se ndeshja do rish Por e flas nga pasion, nuk është importat se është pasion, vëlla. Po, me këtë pasion. Po ti dëgjohesh e ke shkallët, ke roja poshtë, vëlla. Po unë më quan model pozitiv ti mua. Më quan model pozitiv. Të rrithem kushje. Më quan model pozitiv ti mua. Minuta e fundit jep para se të jap penalltin time, dua t'ju vë të gjithëve ndjeni që me Unionet, Western Union, transfertat e parave tuaja bëhen më të lehta se kur. Transferta në gjithë Shqipërinë, transferta në gjithë botën, përdoreni Western Union. Të thënë, paktën kjo është një këshill tamam, është e vërtet. Unionet, Western Union, kudo dhe kur do pranjush. Kjo është një këshill e vërtet, se ne mund të themi votoni këto se atë, ju do votoni kush t'i japi lekët ose këtë doni ju ose si ta keni qefin ju. Dhe penaltia? Penaltia ime është kjo. S'du ta gjuj penaltin, s'du. Gjuaj jashtë. Jo s'dua. Ju s'du ta gjuj fare. Pasoje. Fare. Se i tha, më tha njëri. Më tha, ja një sekund, prit, më tha njëri. Më thua një batut për këtë gjën. I thashun, ore, qa e di batutën ti? I thashun, qa e di batutën ti? Shkojmë në publicitet dhe me njerë këthemi me akuzatoren këtu në Bardhazi. Kush do të vi pas pak?